Drejtësia duhet jetë e paanshme. Lufta e Kosovës nuk ishte një luftë për pushtet, ishte një luftë për mbijetesë dhe për liri. Kosova si shtet nuk është në gjyq dhe nuk duhet jetë në gjyq. Proceset në dhomat e specializuara janë një moment i rëndësishëm. Shqipëria respekton drejtësinë ndërkombëtare dhe pavarësinë e saj. Por drejtësia duhet jetë e paanshme dhe e shkëputur nga çdo lexim kolektiv. Drejtësia nuk mund të ecë me standarde të dyfishta. Nuk mund të prodhoj perceptimin se viktima dhe agresori vendosen në të njëjtin plan ligjor, moral dhe historik. Lufta e Kosovës nuk ishte një luftë për pushtet, ishte një luftë për mbijetesë dhe për liri, pas një periudhe të gjatë represioni dhe terrori sistematik ndaj popullsisë civile. Kjo është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe koalicioni i NATO-s ndërhyjnë në Kosovë për të shmangur një katastrofë të re humanitare me përmasa përtej tragjike në zemër të Europës. Prandaj çdo proces që lidhet me atë periudhë duhet të zhvillohet me vetdije të plotë për kontekstin, për disproporcionin e forcës dhe realitetin e krimeve ndaj popullsisë civile. Sot në Hag përballen me drejtësinë udhëheqësit e ushtrisë shërimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Emrat e tyre janë të njohur për çdo qytetar të Kosovës. Ata janë figura që përfaqësojnë një kapitull të caktuar të historisë tonë të rezistencës. Ne nuk ndërhyjmë në proces dhe nuk paragjykojmë asnjë vendim gjyqësor, por kemi detyrimin moral dhe historik të themi qartë se drejtësia duhet të jetë drejtësi e plotë, pa shkelje të standardeve ndërkombëtare ligjore, pa shkelje të drejtave të njerëzit dhe jo drejtësi e pjesshme. Ajo nuk mund të shkëputet nga konteksti i një lufte çlirimtare të një populli të tërë. Nuk mund të injoroj faktin se në Kosovë ka pasur agresion shtetëror, spastrim etnik dhe krime masive ndaj popullsisë civile shqiptare. Asnjë proces gjyqësor nuk duhet krijojë se perceptimin se historia po rishkruhet në mënyrë të pabalancuar. Asnjë proces nuk duhet lërë hapësirë për idenë se rezistenca e një populli për liri vendoset në të njëjtin plan moral me politikën e represionit që e parapriu atë. Kosova si shtet nuk është në gjyq dhe nuk duhet të jetë në gjyq. Lufta e saj për liri nuk është në gjyq. E vërteta historike nuk është në gjyq. Ne kërkojmë drejtësi.